2 vëllezër të dënuar për vrasje në Lushnjë janë arrestuar në Itali. Njoftoi policia e shtetit që bashkë me Interpol Tiranën dhe autoritetet italiane identifikuan nëpërmjet teknologjisë 2 të shumë kërkuarit, Artur Mihilli 60 vjeç dhe Arben Mihilli 54 vjeç. Të dy përdornin identitete false prej vitesh që u mundësoi dhe arratin dhe fshehjen nga organet ligjzbatuese deri tani. Krimi i tyre ka ndodhur më 1999 në Lushnjë, ku vran me armë zjarri shtetasin që kishte vrarë vëllain e tyre. Më datë 12/9/1999 në Lushnjë, 2 shtetasit vranë për motive gjakmarrjeje shtetasin RM, i cili në vitin 1997 kishte vrarë vëllain e tyre, shtetasin SM, than burimet zyrtare. Vëllezërit të dënuar me 32 vjet burgim kishin siguruar leje qëndrimi në Itali duke përdorur identitete false. Shtetasi Artur Mihilli përdorte generalitetet Artur Davidi, ndërsa shtetasi Arben Mihilli përdorte generalitetet Arben Gjermeni, nëpërmjet të cilave kishin siguruar dokumentet e nevojshme për qëndrim në Itali. Policia po bashkëpunon me homologët italian për të finalizuar procedurën e ekstradimit të 2 vëllezërve në Shqipëri.